në mosh, por me karrierë dhe emër të njohur në skenë. Një prej personazheve që nuk e ka problem ta tregojë veten në dimensione të ndryshme, t'i thej tabut. Këto dhe shumë epitete me të drejtë i meriton Besart Bajrami. Atëherë përshëndetje për gjithë shikues që na ndjekin. Faleminderit shumë juve emisionit në Zoom që keni bërë këtë rrugë kaq gjatë, edhe është kënaqësi me qenë në vendin tem këtu në Gjakov, një prej qyteteve më të bukura të Kosovës, ta them. Edhe është shumë kënaqësi e madhe për mua. Dita jem nis zakonisht çona në mëngjes, ka pak ushtrime, ka pak merrna me muzikë, me disa sende personale, fakulteti, puna, edhe e kom një ditë, ashtu thuj, si më përgjithësi me thonë, ngarkune pak. Ai flet për momentet virale që sipas tij nuk i ka pritur, e që do ju hapën dyer drejt një karriere në muzikë. Të them drejtën nuk e kam prit. Adin thjesht ish ajo ideja, a e bojmë që çdo hajt e bojmë. Edhe u bo për një moment edhe shpërtheu gjithçka që nuk e pritësha asune, fillu njerëzit të mnjoft, filloj një jetë pak ma dinamike për mu, ta thëm, edhe mu hapën goxhat disa rrugë, ta thëm që une veç se i doja mu hap shkaku i muzikës, edhe i jetës pak ma në rrjetet sociale. Edhe kjo ka një mundësi shumë e mirë për mu, ta thëm drejten. Atër të kjo pjesa e TikTokut, sidomos të videot, nuk ka pas nevojë hiç me prit adin deri nesër, me thonë ta shoh një kohë gjatje që me reagu dhe njerëzit po shkon mrena urve. Që kjo është kanë pjesa ma e çuditshme se është kanë thjesht mrena 2 orëve ose 3 ta them, mrena këtyre orëve që për një me bani boom, është kanë një pjesë pak ma e interesant, një kamarier të këndu që as nuk e kena pa ma heret, as besa shumica, edhe nuk e kanë guximin e tillë për me dalë, edhe është kanë komentet si shqiptarët, është pjesa që ka pak shajnë, ka pak të ngucin, ka pak familjarët normal për që di, kjo pjesa e parë që nuk më kanë jepë ndaj farë kritike kështu, se normal prind ja kanë zakon me të kritiku shkaku që me të pa pak ma mirë në disa pjesë, edhe është konë që s'më kanë kritiku, është thjesht mbështetja aty në maksimale. Por nëse flasim për reagimet e masës, kur ai u shkonte në tavolinë për t'ju kënduar, a ka pas rast kur dikush nuk e ka mirë pritur e madje edhe ka refuzuar? Të kërkone të në Kosova t'i adem. Asnjëherë nuk t'i shkoj një musafiri ose dikuj të kënu edhe të shku të shërby. Se është nuk e di une a m'ka qef ose s'm'ka, a m'ka pa, a s'm'ka pa. Edhe kështu që mas pari normal do t'me thonë ata a mundesh me na kënu ose a ki ko ose diçka kishë qenë knaqësi me t'ni. Edhe normal e kom ba vendin të thujasin zakonisht m'ball t'a gjakit, ofër koka e shtëpisë që thojnë kështu afër njerit ma të vjetër pak, edhe o kanë pjesë e pritshme, nuk ka pas asnjë rast as i tragjik ose as i acarus që më thonë largom ose që më ka du me më kënu ose diçka, janë konkret pritshme. Bajrami po në faktin se mbështetje mori nga familja dhe miqt, por pati raste dhe jo të këndshme me të cilat u ballafaqua. Realisht këtë pjesë nuk e kam prit, sidomos te kjo pjesa e shoqënisë, kur u bona pak ma viral, është kanë pjesa që thëshin tash ke rrit mene, ti s'na fol mo, ama realisht unë jam i njëjtë, jam shumë i shoqënueshëm, ndrysh pe njerëzve që më shohin rrjete sociale që e bëj thjesht një video, kur unë e kaloj dikun më thënë shembull me hill live, më thonë masnaj, ti ishe shumë nervoz dhe s'po keshe, unë në rrugë nuk muj me të kesh, se adin është e çuditshme me shku me i kesh një njeri pikë në tjerën pa e njoft. Ama nuk e kom prit pe një pjesë të shoqënisë ku kanë ndru sjellje në bazë të kësajna. Besarti Motudjes zbulon se Strada ka përkrahur e madje veçon 2 emra si prezant duke shpërndar punën e tij. Me një shpërthim kaq të madh në rrjetet sociale, është normale që ka mundësi që të shohin krejt. Edhe realisht ka pas artista që më kanë përkrah shumë, edhe që e falenderoj publikisht Labinat Tahiri është kanë personi që më kanë mbështet në atë kohën kur unë nasha mas shumë t'i kom pas nevojë. Se të qenë këtë farë larmije, këtë lloj muzike, me një karrierë kaq gjatë si Labinat Tahiri që krejt e njohim, është kanë kënaqësi me të ndihmu ai ose me t'jep motiv me disa fjalë të mira në momentin kur ndoshta shumicat kanë
kanë shajt, kanë bullizu, po janë gjana normale, këtu që realisht nuk ja u kumnu mendën, ama janë kanë disa përkraje për disa artistave, po pjesa më e madhe është kanë prej Labinat Tahirit. Rina Balaj është kanë që më ka komentu kur unë ja kom këndu këngë, ja kom bë cover. Ekskluzivisht për emisionin Zomë Bajrami ka zbuluar se është duke punuar në projekte të reja, që shumë shpejt do i plasoj në treg. E deri atëherë shumë suksese për të. Zakonisht planet që i bëj nuk i tregoj shumë, ama po mendoj që me lancu edhe një muzikë, në verë ose mas verë nuk e di sigurt hala. Normal shkaku që po mirëna edhe pak me fakultet, me punë, ka pjesa tjetër, edhe e kam agjendën e nxonit, edhe është pak e vështirë që me gjetë edhe një kohë me i thonë mi përmbush ato kënaqësitë e mia, përderisa i kam pak se të ngarkune këto pjesë. Ama risi ka me pas, është normale. Duhet e menaj Rina Balaj, me Labin, me këta që sa për i përmenda, ke me nduna e për shumë një abu një pjesë të refrenit? Nëse më kishë ofru mundësia me bo një duet, për e thëmë kështu realisht, me bo me dikon të stradës, është Rina Balaj. E para, mos të një ashtë të fillit se tash ka shumë artistat që për një me më pëlqenë, edhe realisht artistat sot që i ngoj, nuk është asë një që së më pëlqenë, se cili është ma i mirë se tjetërin në atë zhandrin e vetë muzikës. Ama se çka më pëlqenë ma shumë të Rina është se ka një farë stilit veçantë, e ka një stil të mirë.